Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Kemi mbërritur në momentin final të këtij eventi. Ftojmë në skemë për komunikimin publik të vendimit të jurisë, kryetaren e jurisë ndërkombëtare të konkursit të zhvilluar sot, zotin Emrea Rolat. Dhe njërë përshëndetje të gjithve, një ndërhyrje të vogël, ndërkohë që kryetari juris merr fjalën për të bërë prezantimin e fituesit. Me njëherë pas përfundimit të këtij konkursi dhe shpalljes së fituesit, do t'ju ftonim të gjithve që të merrni pjesë në eventin që mbahet në Kot, pranë kryeministrisë, në godinën e kryeministrisë, eventi Space in Dialogue, që ka të bëjë me shpalljen e 22 viteve të konkurseve ndërkombëtar të mbajtur në Republikën e Shqipërisë. Do t'ju luteshim dhe do dëshironim që t'ishit të gjithë pjesëmarrës, ndaj dhe ju ftojmë që menjëherë pas mbylljes së prezantimit të fituesit të shkonim të gjithë bashkë në event. Ju faleminderit. Hi everyone. Thank you to all the parties. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve për të gjithë punën tuaj të jashtëzakonshme. Natyra e këtij konkursi paraqet një mundësi unike për të krijuar një hapësirë publike që është me vlerë të jashtëzakonshme arkitekturore dhe po kështu edhe një kombinim i lidhjes së hapësirave publike. Juria u nxit nga dëshira për të krijuar një grup ikon të qëndrueshme unike për Tiranën. Ky projekt ka potencialin për të dhënë një kontribut domethënës historik në arkitekturën që ofron për fëmijët. Ajo çfarë juria konstatoi se ishte më e vlefshme në secilin prej propozimeve, do ta themi tani, pastaj do të shpallim fituesin. Kari Hodigras arkitektos ndjes për shqiptimin. Shumica e jurisë u ndje që toni i këtyre trikullave do të ishte një shtesë e bukur në Tiranë, në kullat e Tiranës. Në fakt, thjeshtësia e dukshme u vlerësua nga juria dhe solli një diskutim mjaft të pasur për formën urbane dhe klimën shqiptare. Në fakt, juria vlerësoi gamën e referencave nga arkitektët dhe lartësinë e ndërtesave që ishte elegante. Sibra Architecture. Juria vlerësoi sofistikimin e kompozimit të 3 lartësive të kullave, si edhe mënyrën se si ato janë të vendosura në anë dhe kontrollin e kujdesshëm të hapësirës që ato sjellin. Nga të gjitha ekipet, fokusi për të krijuar një bashkëpunim artistik të qendrës me fëmijën ishte entuziazmues dhe më tej vëmendja për të pasur një mjedis mirëpritës për fëmijët nga të dyja anët, lidhur nga të dyja anët u vlerësua. Në fakt, toni i strukturës për fëmijët ishte komod dhe në një shkallë intime ju jep një ndjenjë sigurie, mbrojtjeje, duke inkurajuar në të njëjtën kohë aventurizmin dhe një ndjenjë pavarësie. Stefano Boeri arkitekti. Në fakt, peizazhi krijon atë planin e tretë për një ekosistem urban që bën bashk mundësi mjaft të gjëra të pasura në afat të gjatë për kampusin e fëmijëve dhe atë për përdorim të kombinuar. Juria ishte entuziaste për mundësinë që fasadat janë hapësira jetuese duke që raporton me njëra tjetrën dhe në fakt, të pasura kur vjen fjala për sezonalitetin, juria i përgëzon për integrimin e peizazhit arkitekturor dhe artit në mënyrë kaq të natyrshme. Juria për kompaninë tjetër vlerësoi pjesën e parafabrikatit fasadave të ndërtesave, ndërkohë që propozimi vendos tekst të madh e dinjitetit të fëmijëve duke propozuar
motiv grafik nga zërat e tyre. Objekte skulpturore në kampusin e fëmijëve krijojnë një peizazh të pazakontë dhe entuziazmues për të luajtur dhe krijojnë në fakt një hapësirë të pasur gjysmë privatësie. Ekipi Taylor Hector Barroso, juria mendoi se qasja për të dyja pjesët është sfiduese dhe sofistikuar. E përshëndet Barroso Kim, pra ekipin Barroso, për përpjekjen për të pasur një paraqitje kaq befasuese dhe komplekse për të konkurs. Juria beson që arkitektët mund të krijojnë një qendër ikone historike për fëmijët me ndihmën e një specialisti për zhvillimin e fëmijëve. Tani, sa i takon fituesit. Edhe pse secili prej projekteve kishte tiparet mrekullueshme, juria nuk konstatoi asnjë prej projekteve si plotësisht të suksesshëm në trajtimin e të dyja pjesëve dhe programeve. Dhe juria vendosi që dy programet duhet të zhvillohen nga dy ekipe të ndryshme arkitekturore. Njëri prej ekipeve të jetë përgjegjës për kampusin e fëmijëve dhe tjetri për zhvillimin e hapësirës me përdorim të kombinuar nën bashkërendimin e një zhvilluesi të vetëm. Në përputhje me këtë, juria përzgjodhi Taylor Hector Barroso si ekipin arkitekturor për kampusin e fëmijëve dhe Roskin Arkitektos si ekipin për kullat shumë funksionale. Përveç kësaj, juria ka formuluar një grup rekomandimesh që do të donte t'i ndante me të dyja ekipet e arkitekturës për të zhvilluar më tej propozimet e tyre drejt fazës zbatuese. Në përputhje me procedurën e Korporatës Shqiptare të Investimeve, që kërkon që juria të rendit treshen kryesore dhe në përputhje me rekomandimin e mësipër, juria vendosi për renditjen në Vijin. Vendi i parë, Roskin Arkitektos plus Sun Engineering and Construction plus ASAP plus Motus dhe Julian Kashare. Vendi i dytë, Taylor Hector Barroso plus Studion BLA, LTD, Doriana Bleta, Agim Serenaj dhe Adrian Paci. Ardian Paci. Dhe vendi i tretë, Sibra Architecture, BAS plus Loft Arkitekto dhe Superflex Studio. Kjo renditje në fakt shoqërohet nga rekomandimi i juris që në qoftë se vendi i parë do të zgjidhet si fitimtar përfundimtar pas ofertës ekonomike të bashkëpunojë me Taylor Hector Barroso për projektimin e kampusit të fëmijëve. Për arkitektët fitues do t'i komunikohet një listë konsideratash përpara se sa të vijojë faza tjetër e projektit. Ju faleminderit. A mund të ftojmë, ju lutem, ekipin fitues në sken? Së bashku me të gjithë anëtarët e jurisë, ju lutem, a mund të vini në sken?
Thank you very much. Faleminderit shumë, faleminderit për Very tiring day, but këtë ditë kaq të lodhshme, por kaq të jashtëzakonshme. Faleminderit anëtarëve të jurisë ndërkombëtare për këtë vendim mjaft vështirë. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve që na besojnë e që qëndrojnë me ne në këto ngjarje të jashtëzakonshme. Faleminderit ekipit e të dyja studiove të arkitekturës, të cilat do të punojnë së bashku muajt ndihmë dhe do të kenë mundësinë të shohin këto vepra e punë të realizohen në të ardhmen. Faleminderit të gjithëve, faleminderit shtëpisë së fëmijës, drejtorit dhe stafit për orientimet e jashtëzakonshme që na japin. Gjithashtu faleminderit ekipit dhe stafit të AKPT-s për të gjithë ndihmën gjatë fazave të projektit. Faleminderit AZT-s, të gjitha institucioneve publike të cilat e bën të mundur këtë gjë. Faleminderit të gjithë dhe ju lutem qëndroni sepse tashmë do të vijojmë me fazën e dytë të kësaj procedure me hapjen e ofertave financiare. Kjo do të na jap mundësi gjithashtu që të organizojmë edhe kryezat vetëm 5 minuta. Dhe më pas do të jemi me stafin AKPT-s për aktivitetin tjetër sipas ftesës së Adelinës dhe Adelaidës. Faleminderit.